Me karafila të bardhë në duar dhe duar trokitje, ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa u përcoll për në banesën e fundit. Për 3 orë në hollin e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, u mbajtën homazhet për nder të Xhepës në prani të familjarëve, miq, kolegë dhe qytetarë të shumt. Figurat e artit, politikës dhe qytetarët me slotësh morën pjesë në homazhet për nder të aktores së njohur Margarita Xhepa, që u nda nga jetat e njëjtën. Me shumë figurave publike nga arti dhe politika, ka folur aktori i njohur Timo Floko, ndërsa i ka luajtur disa role me aktorin e ndjer dhe gjatë fjalës së tij thekson se ndan kujtime të rralla. Ajo është simboli i artistes në përgjithësi. Për të gjitha veçoritë që kishte ajo, për talentin e madh, për hijeshin, për bukurinë, për vlerat morale, shpirtërore që kishte. Unë kam pasur partnere dhe në teatr dhe në film, dhe ruaj kujtimet më të jashtëzakonshme me të. Ajo do të mbetet e paruar dhe të ka dashit, ajo ka lënë figurën e saj dhe sot po ta shikoni në këtë omazh të përmorshëm, si thua, ka një si thua, vizit, një ardhje, një trysni, po ta them më mirë, të njerëzve që duan të vinë edhe të nderojnë. Ndërsa luftar Paja, ta ndër të tjera, preu e qetë zonje madhe, do ecim përpara në gjurmët e tua. Madhja Margarita Xhepa ishte një mal i madh artistik që kishin ton u shkëput si një tërmet i madh, e cila do t'jetë e pazëvendësueshme në radhët tona. Megjithatë, ajo të prehet e qetë, sepse rrugën e saj artistike do të vazhdoj qimi me shok. Aktori i njohur dhe njëkohësisht djali i aktores së ndjer Margarita Xhepa, i pikolluar në omazhet që u mbajtën, tha se nëna e tij kishte dëshirë të realizonte edhe një film tjetër. Ndriçim Xhepa, që ndoqi hapat e të ëmës në sken, kujton dashurinë që Margarita pati për artin deri muajt e fundit, kur sëmundja gjunjëzoi. Ajo çfarë marra, çfarë konstatoja, çfarë prekshmërie ndodh shpirtërisht në këto momente, ndjej që ndoshta vinë dhe këto momente që e shef konkretisht sa respektohet puna, rezultati, vlera shpirtërore që ka dhënë nëpërmjet profesionit që e bëri në 90 vitet të saj, 70 vite i pati në skenë edhe në ekran. Punoj me shumë, me tepër do thuja, dashuri, pasion, me lloj këmbgulje kështu që vetëm njerëz që duan forta, e kanë shumë brenda profesionin e tyre mund të arrijnë. Unë vetë jam i biri, por kam përshtypjen që nëpër masat që ajo e zotron të këtë lloj pasioni, këtë lloj energjie të cilën e shfaqet në çdo moment, kam frikë se nuk e kam, të jemi sinqertë. Ikona e kinematografisë shqiptare ndroi jetë më 3 prill, një ditë pasi festoi 91 vjetorin e lindjes. Margarita Xhepa u shua në një spital privat në Tiranë, ku ishte shtruar për shkak të disa problemeve pulmonare. Aktoria u lind më 2 prill të vitit 1932 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi edhe hapat e parë drejt karrierës së saj. Nga viti 1950 u aktivizua si artiste në teatrin popullor, sot teatri kombëtar, dhe njëkohësisht studioi në liceun artistik në degën e dramës. Ka interpretuar mbi 150 role në teatr.